Çmimi i naftës Brent, tregtuesit kryesor global të çmimit bruto të naftës, ka rënë në nivelin më të ulët që nga prilli i vitit 2021. Krejt kjo ka ndodhur pas tarifave të vendosura nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Efektet e kësaj rënje janë vërejtur edhe në Kosovë, me çmimet e derivateve të cilat kanë rënë ndjeshëm. Kryetari i shoqatës së naftetarëve të Kosovës, Fadil Berniani, thotë se çmimet do të duhet të uleshin edhe më shumë, mirë po sipas tij kjo nuk varet nga ta. Ndryshe çmimet në tregun kosovar parapërsisht sillen dizel €1.18 deri në €1.29, benzin €1.19 deri në €1.28. Për gjendjen ekonomike çfarë kemi në Kosovë, çmimi real kishte me qenë €1. Çmimi i derivateve ka ulje, nafta dhe benzina për nga 4 cent, por kjo nuk varet nga qeveria dhe as nga shoqata naftetareve, por varet nga berza dhe organizata prodhuese OPEC. Situata e sektorit të naftës në tërë globin ka rënje. Nafta, sipas ekspertit të ekonomisë, Adem Qorolli, është vetëm një prej elementeve që ka rënduar shpenzimet e qytetarëve. Ne jemi shtet që vetëm importojmë, nuk kemi industri prodhuese dhe sigurisht nëse ne importojmë çdo vendim si për rritje, si për ulje të korporatave të mëdha apo të shteteve të fuqishme, te ne e kanë tregun e gatshme, sepse kjo institucione dhe këto politika nuk janë për biznese. Këto janë vetëm për mbijetesë dhe janë politika sociale. Kështu që ne duhet kemi kujdes çka po rritet dhe çka po, sepse kemi shportën bejagrit shtrejt. Në gjithë këtë situatë, sipas shoqatës konsumatori, qeveria duhet të ndihmojë qytetarët duke ulur tatimet në disa produkte. Shmirë që të pak të derivati i naftës për lirohet, por unë apeloj edhe qeverinë, që edhe qeveria ta tregojë në çik burnie. Kemi disa lloje të obligime fiskale në çmimin e naftës. Se të gjitha ato, duke bler naftën i pagojmë ne si qytetar konsumator. E pagojmë taksën, e pagojmë tatimin dhe e pagojmë akcizën. Të gjitha këto janë gati 100% mbi çmimin, jo 100%, po ndoshta 300% mbi çmimin real të naftës, çmimin furnizues. Rreth një javë më parë, Ministra e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, nënshkroi vendimin për rregullimin e çmimeve dhe vendosjen e masave të tjera mbrojtëse për produktet e naftës.